Përzemërsisht ju faleminderojmë për çdo sekond, çdo minutë, çdo orë dhe çdo ditë që keni kaluar duke na përkrahur në këtë betejë shumë të gjatë dhe sfiduese. Bravo! Bravo! Posaçërisht dua t'i faleminderoj mërgjimtarët, të gjithë ata të cilët mbetën këto ditë, por edhe ata të cilët janë në mërgjin, por bën që mos ju lajmërun familjarëve të vetë dhe e bën më të mirën për vendin dhe për qytetin tonë. Ju faleminder përzemërsisht. Faleminderit gjithë aktivit politik, çdo antari, çdo nëndege, çdo dege, shefave të shtabit në Gostivar Dr. Nexhatiu Tisakut. Faleminder Mik Valdet që ishe pranë meje në çdo minutë të kësaj kampanje. Faleminder edhe liderëve tonë. Faleminder edhe familjes, babës, nanës, gruas time dhe 3 vajzave të mia që më kanë parë krah non stop. Dhe më në fund, por më e rëndësishme, faleminderim më të madh Zotit që e lejoi dhe e bëri të mundshme këtë fitore tonë. Tash kemi 4-5 ditë. Tash kemi 4-5 ditë derisa të mbarojnë gjithë procedurat. Unë dhe Iseni bashk me Valdetin edhe Evzalim prej javës tjetër do t'i përveshim krahët edhe do t'punojmë çdo moment për ju. Faleminder. Falenderit të përzemërta qytetarë të komunës së Vrapçishtit. Urime fitoren, kjo fitore është e juaja, ne të gjithë së bashku bëm maksimumin për këto 6 muaj. Duke e ditur që nga pushteti qendror, si me ligje, si pa ligje, herë me ato të Kushtetutës, herë me ato të Mickovskit, ne ja dolëm përsëri fitoren. Jemi lodhur, besoj, edhe ju jeni lodhur më shumë se unë, por besoni se në fund t'i avlejti. Kur ka mundësi gjithë aparatin shtetëror të azrojmë, kjo lodhje është të themi që e bukur dhe e lumtur. Moa më përcollën të fala. Çfarë numri kishte ai kundër kandidati jonë? Goodbye forever. Falenderit gjithëve shumë e dashur mërgat që qëndruat në vendlindje për këto zgjedhje. Falenderit gjithë qytetarëve të Gostivarit pa dallim që edhe në këtë round, në këto zgjedhje të përsëritura, votuan për kandidatet e Aleancës Kombëtare për Integrim, për doktorin Valbon Limanin në Gostivar dhe për Isen Shabanin në komunën e Vrapçishtit. Falenderit shefave të shtabeve në nivel të qytetit, shefave të shtabeve në nivel të nëndegve, aktivistëve, forumit rinor, forumit të gruas dhe gjithë atyre të cilët pa u ndalur na e sollën këtë fitore. Falenderit, na prifte mbara dhe dalshim faqebar të gjithë bashkë. Miru takofshim. Nderuar Gostivaras dhe të nderuar ju qytetar të komunës së Vrapçishtit. Fitoria është e jona, pushteti është juaj. Nga nesër të gjithë bashkë, edhe në Gostivar, edhe në Vrapçisht. As këndin për të ullur, gjithë këndin për të ngritur. Për komunat tona, për komunën e Gostivarit, edhe për komunën e Vrapçishtit. Ta gëzojmë fitoren dhe miru pafshim në fitore të reja. Hajde!